Rikthehemi në studion e Sportfolios në Radio Dukagjini. Tashmë kemi presidentin Festik Jashari. Faleminderit shumë që jeson te me neve. Faleminderit naim, kënaqësi e veçantë, respekt. Edhe Ardit Gashin, sekretarin e klubit, faleminderit shumë që jeson te me neve. Flasim sonte për suksesin e skuadrës Kastriotit, hera 3 rresht që e fitoni Kupën e Kosovës, sikur ja keni marrë dorën kësaj fargare. Me sa duket, po sigurisht angazhimi, puna e palodhshme që kemi bërë për këto vite ka sjellë rezultatet që po shihen. 3 kupa për 3 vite me radhë, secila më e mirë se tjetra, secila më e shijueshme se tjetra. Po me sa duket kjo e fundit ishte diçka glamoroze edhe me të vërtet na ka dhënë një emocion të veçantë. Ardit, që përjetove 8 kompakt natë, domethënë lëvizje non-stop. Sa ke mujt me përjetu, një palestër e mbushur plot. Shumë emocion brenda lojës në ndeshje që vendos këtë sekondat e fundit. Definitivisht, me thonë të drejtën, gëzimi i madh ka shpërthyer vetëm në momentet e fundit, sepse të dy ndeshjet edhe gjysmëfinalja, megjithatë sidomos edhe finalja ka qenë dramatike deri në fund. Kemi arrit kështu me sipërfaqe gëzimin edhe një lloj shfrenimi të gjithë mundit edhe punës që është bë vetëm në fund, kështu që me të vërtet ka qenë pak ndoshta e pamundur të kontrollohen të gjitha emocionet dhe veprimet, megjithatë ka qenë një gëzim i atashëm, sidomos në atë palestër të stërmbushur me të gjitha ata tifozë pranë nesh. Çush ja del njëri me emocionin në kësaj sfida? 27, këtë sekondat e fundit, le të themi 10 sekondat e fundit ndoshta u vendos fituesi kur triumfoi skuadra Kastriotit. Emocionalisht sa është e vështirë? Ka njerë thomë, kjo zemër ishe gurit, nuk po di me përshkru këtë citat. Unë jam pak emocional, ndoshta edhe si dashamiri sportit, jam rrit me sport, qoftë edhe me futbol, po edhe si pjesë e klubit që nga mbas lufta, me të vërtet vështirë me përball ndoshta emocionet tilla, sidomos një ndeshje e tillë siç është të dielëm brëma. Kuptohet, nuk e kishim lehtë edhe kemi ditë që ka qenë një ndeshje e vështirë. Kishim një natë përpara një super derbi me skuadrën e Rahovecit, ku dihet që skuadra e Rahovecit ka, nëse nuk ka bëjt 6 reprezentues të Kosovës që përfaqësojnë Kosovën, nuk ka qenë lehtë edhe ajo ndeshje. Kemi qenë të lodhur, ndoshta edhe kjo pak ka ndikuar te performanca e ekipës, po mendoj që edhe ajo ngarkesa psiqike ku u pa që Ferizaj di me stërmbush palestrën, edhe normal besoj që edhe ajo ka ndikuar pak a shumë ndoshta edhe te djemt tanë që fillimisht të kenë ca ngërçe, mirë po me kohë arritën ti rekuperojnë ato gjona edhe fundi ishte i mrekullueshëm. Palestra është sport të tjera, basketbolli ndoshta e sill këtë pamje, po në handball ma vështirë shihen pamje tilla si kjo në Bill Clinton, ku pothuajse asnjë cep i palestrës nuk ka qenë i zbrast. Edhe me sa përmendëm jashtë kem mbi 3500 veta, është konstatuar nga policia që kanë qenë prezent. Po, sipas disa të dhënave që i kemi marrë kohë të fundit, mbi 3500 tifozë ishin prezent. E vërtet që palestra në atë format në një formë të tillë e stërmbush vetëm handballi në Ferizaj, vetëm klubi i handballit Kastrioti. Definitivisht duhet një falënderim i veçantë për gjithë sportdashët, sidomos për tifozët Ferizajas, për handballin, për dashurinë që japin për këtë klub. Me të vërtet jemi një lloj, si më thon, kryeqyteti i handballit është krenari që një numër kaq i madh tifozësh vinë pothuajse në çdo ndeshje, jo vetëm në këto kyçe të cilat janë rreth gjysmëfinale, finale apo trofeve. Palestra është e stërmbushur pothuajse gjatë gjithë sezonit, në të gjitha ndeshjet, sidomos në derbit kryesor, edhe të duhet me qenë mirënjohës ndaj tyre që e mbështesin skuadrën, qëndrojnë pranë. Gjithashtu ka qenë breslën se shumica e tifozëve kanë pas rekvizitat klubit, mbizotrojnë ngjyrat e klubit. I gjithë qyteti frymon edhe e bashkëndjen. Kemi mujt me pa një lloj refleksioni se si ka reflektu kjo fitore, ky triumf edhe në ditët në vijim dje pardje në qytet. Kështu që me të vërtet duhet një vlerësim edhe për ata që i qëndrojnë klubit pranë dhe mbështesin në një formë shumë masive dhe shumë të zjarrt, e sidomos edhe ultrasojqit, cilët janë një shtyse madhe në të gjitha ndeshjet tona në palestër. Përpos përkrahjes fis,
u tregu edhe shumë kulturë. Grup mosha të ndryshme prej fëmijëve deri te plest, pa ndonjë incident, pa asgjë, po me përkrahje maksimale për ekipin. Po du me shfrytëzurosin me I përshëndet gjithë ata tifozë, gjithë ata dashamirë të handbollit. Me të vërtet kemi tregu kulturë edhe e mira e kësaj është klubin ton po vinë familjar, po vinë nana, po vinë të moshuar, edhe po vinë si me thonë, si në shpinë e tyre. Posaçërisht du me I falenderu edhe tifozët ujqit që kanë gjetë mirë kuptim edhe një dakordim që të ketë një sjellje të mrekullueshme, mos ketë fyerje, sharje, këto gjona, që nuk do me thonë që 100% janë se dihet ka emocione ndoshta. Po flasim për mbi 3500 veta. Sigurisht mund të bëj pas në reagim ose diçka të tillë, mirë po me të vërtet është tregu kulturë gjithaj publike edhe një kapak, se jo një shishe, po një kapak e një shishës mos me hudh në fush, kjo do me thonë shumë për mu. Kjo është kulturë, edhe besoj që është shembull se si duhet mbështet klubi zemrës. Kjo është uroj që të vazhdojmë kështu edhe të jem shembull edhe për qytetet tjera, sepse ka qytete që e dojnë handbollin edhe kanë një historik me handboll, është Mitrovica, është Gjakova, për Peja nuk du me diskutu sepse Peja e ka vazhdimsinë edhe unë janë ngrej kapelën për punën që kanë bo familja Idrizi në këtë drejtim me besën e Pejës, po edhe Peja në përgjithësi me familjet Gjuka, Muçolli e të tjerë që I përshëndet gjithë sepse kanë bo për handbollin e Kosovës shumë, edhe uroj që të kemë vazhdimsi klubet e mëdha të kthehen në binarët e handbollit edhe tjetë një konkurrencë më e madhe, më e mirëfillt, sepse momentin kur po ngriten klubet, po rritet konkurrenca, po ka lojë të mira, po ka rivalitet, edhe sigurisht po sjell edhe publik, si është rasti në Ferizaj, e që besoj shumë lehtë mundet me ndodh kjo, edhe në Gjakov nesër, edhe në Mitrovic, edhe në Prishtinë e Gjetiu vende tjera. Duhet punë, duhet angazhim, se vetëm me angazhim, me punë, me sinqeritet, arrijën këtë gjë. Keni edhe handbollist huaj, po e pash në mes tifozëve edhe portierit një lidhje interesante që keshin mes veti. Kisha dashur prej dyve me marrë një mendim për portierin e ekipit. E pash një lidhje të veçantë me shikues. I shëndru një farë heroj I shikuesve. Unë me thonë drejtën mbas ndeshjes kam shku kam përqafu edhe shumë thjesht kam shprej you are my hero, you are our hero. Thjesht e llogaris ashtu, nuk du me neglizhu as njerën nga lojtarët me mohu kontributin, sepse gjithë e kanë bo më të mirën për klubin deri në këto momente. Mirë po edhe publika po e tregon për shembull momentet e caktuara që me të vërtet portieri Ynë Vadi Qebi është shtyllë kryesore e ekipës edhe në shumë raste ndoshta ka bo mrekulli me pritjet e tij edhe për këtë arsye 3500, 3700 vjet publikës e thrasin emrin e tij është krenari edhe moment të tilla unë thjesht rënqethem edhe ndoshta edhe emocionuam vjen edhe me çajt kur e ndëgjoj atë publik mrekullueshëm duke thirrë emrin e Vadi Qebi. A u lidh Qebi me Ferizajin edhe me Kosovën? Po, është e vërtet. Ai besoj e ndjen këtë mbështetje edhe në qytet, edhe në përditshmërinë e tij në Ferizaj, sidomos edhe në ndeshjen e fundit në finale pat një impakt të rëndësishëm reagimi I publikut me mbështetjen që e dhanë edhe në disa situata kur ai nuk u ndjej që është në formën ose reflekset e tij më të mira. Megjithatë duhet me pranu që ka qenë me të vërtet një punë e palashme dhe një angazhim që është bë në drejtim me portierët tonë. Mund të them që jemi në ndër klubet e pakta që kemi edhe trajnerin e posaçëm të portierëve që është Meriton Sahidi, I cili punon vazhdimisht me portier. Edhe definitivisht e kemi vrejt edhe është vënë pa ndryshime edhe në cilësi prej momentit që Vadi është bashku ekipës tonë. Dhe po është e vërtet është një lloj lidhje veçantë që ai e ka me publikun, po edhe me gjithë lojtarët e mbështesin
në të gjitha ndërhyrjet, reagimet, sepse dihet që në handball lun një rol shumë të rëndësishëm portieri. Kështu që ai tashmë ndihet më shumë se sa i mirë se ardhur pothuajse si në shtëpinë e tij të dytë në Ferizaj. Kam po shumë reagime edhe të fëmijëve të ndryshëm, të mushave të ndryshme që e thrasin emrin e tij, këndojnë, e thrasin, e ftojnë për foto, për video vazhdimisht, e bashkëndjejnë edhe ai këtë ngrohtësi, këtë mbështetje nga tifozët. Kështu që tashmë është një lloj lidhje veçantë mes tij dhe gjithë tifozëve në palestër, po edhe me ultrasuiqit, sidomos cilët i qëndrojnë shpesh edhe mbrapa purtës. Kështu pothuajse çdo reagim, çdo refleks që ai bën, çdo pritje që e bën në ndeshje festohet në një mënyrë të veçantë me provë. Si më shunu gol. E vërtet, si më shunu gol. Fes, kur kthesh mrapa e she trofet, a ja ka vlejt, a ndihesh krenar për momentin kur ke thonë po du me hi me marr Kastriotin me udhëheq? Na i mund gjithmonë e kam pas ëndër me pa Kastriotin nivelet larta. Ndoshta asnjëherë nuk e kam mendu që një ditë do e marr klubin dhe do udhëheqi, ose do jam unë ai personi që do i sjelli kupat ose rezultatet e mira ekipës. Mirë po, ëndër e kam pas gjithmonë që Kastriotin tash në nivelet larta. Nuk ka qenë lehtë, sepse për me u angazhu në një klub duhet me sakrifiku. Duhet me sakrifiku punë, duhet me sakrifiku familje, duhet me sakrifiku shumë ndoshta nga jeta. Mbi të gjitha pa janë shkalu edhe financat. Edhe financat, sigurisht, mirë po tash du me u kthy pak edhe me shpreh atë mirënjohjen edhe falënderimin e veçantë për gjithë anëtarët e bordit. Tu nis prej zavens presidentit Dardan Bibas, Kent Sulejmanit, Agron Sojevës, Ardit Goshin që e kemi këtu sekretarin, Milot Sojevën, edhe Agonjin e Potukën. I kam pjesë shpirtit ti Kastriotit që kemi bërë shumë punë, shumë edhe mos të harroj, realisht ti përshëndes edhe antarët e më parshëm që kanë qenë klub me mu prej vitit parë, sepse janë bërë disa ndryshime. Nuk e kanë kursy domethënë as një atom për me mbështet mua edhe klubin që të arrijmë këtu ku jem, edhe pse jo të ndrojmë që këtë Kastriot në një të ardhmet afër ta shohim edhe më lart, edhe në arenën ndërkombëtare. Sepse mendoj që qyteti ynë, po edhe Kosova e meriton një klub stabil financiarisht, po edhe si ekip e mirë organizuar që të ketë paraqitje në talmën në Evropë edhe të ketë vazhdimsi. Sa është e vështirë me mbajtë financiarisht klubin, Fes? Edhe për ty edhe për tjerë, sa është e vështirë pasi kërkon shumë sakrificë. Unë e ceka është sidomos në këtë kohë është shumë e vështirë, sepse po shihet edhe situata në shtetin tonë nuk është e mirë, sidomos të vitet e fundit, qeveri jo stabile, e sigurisht që këto ndikojnë në mënyrë direkte edhe te bizneset. Dihet që klubet në përgjithësi sot mbahen nga financat që i sigurojnë përmes sponsorizimit, e kur nuk ka stabilitet ekonomik, kur nuk ka biznese, domthon kur ka të lashën biznese, sigurisht që ajo mënyrë direkte ndikon edhe te klubet, e sigurisht që ndikon edhe te klubi ynë. Ka vështirësi, ndoshta ka ndonjëherë edhe shumë vështirësi, mirë po jemi të pamundur në këtë drejtim që t'ja dalim ban, edhe po uroj që një gjë e tillë siç ka ndodhur për shembull edhe këtë vit, edhe vitin e kaluar me klubin, me organizimin që kemi bën, të jetë një pasqyrë ku t'u tregojmë edhe biznese të tjera që me të vërtet ja vlen të investohet në klubin ton, po nuk po them vetëm në klubin ton, po në sport në përgjithësi, sepse sporti është një ambasador që ndoshta mos lehti edhe mos miri dhe me përfaqësu edhe shtetin ton, edhe në arenën ndërkombëtare, po e mira është që përmes sportit realisht edhe rinin e orienton në një rrugë më të mirë, në rrugë duhur. Është misioni ynë, veç me thonë drejtën tash duhet pak me cek që kemi filluar edhe me shkollën e handbollit të punu bashkë veprim me mbështetjen nga Federata e Handbollit, edhe nga institucionet komunale,
kemi fillu tash edhe ligën e shkollave, që për mua është një nisje shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme për të ardhmen e handbollit, po edhe për të ardhmen e fëmijëve tonë, sepse një ditë para fillimit të kupës që kemi bërë ceremoninë hapëse të ligës së shkollave, e kam pa atë dëshirën e fëmijëve tonë, atë lidhjen emocionale që mezi kam prit me umledh, me pas ndeshje, me pas organizime tilla, që kushtimisht me thonë në përfundim të asaj dite ka pas pyetje prej fëmijëve shumë, a kemi me lu prap, a kemi pas aktivitete prap, dëshirën për me vazhdu. Domethënë ka fëmijë që dojnë me shku vijë sportit. Nuk është vetëm telefoni ose këto gjëra tjera, po pse jo sporti është rruga ndoshta e duhur për të ardhmen e fëmijëve tonë. Edhe për fund për të dytë tash nis faza play-offit. Sa vështirë, cilat janë pritshmëritë? Sigurisht nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë sepse ndoshta kemi më lehtë na me kalu gjysmëfinalen, po finalja besoj që ka më qenë përsëri një derbi i vërtet. Po para se me arrit te finalja, mendoj që është rëndësishme me pa edhe kush po vjen finale me ne, se për llogarisë që ne finalen jem gjithsesi. Nuk po du me nënçmu, kërkam mirë vllaznimin ose diçka mirë, po mendoj që jem nivel më lart. Ka më qenë një derbi i vërtet, ndoshta gjysmëfinalja Raovici me Besën, cila do që vjen, mendoj që ka më pas handboll të mirë. Edhe unë nuk du me mendu që jem lart, jem po aty nivel edhe me Besën dhe me Raovicin, ndoshta detajet e vogla kanë me vendos ndeshjet, sigurisht që përparësia është ndoshta për shkak të rinit vendas e kemi përparësinë, mirë po handbolli është i tillë që e pam edhe këto ndeshje nganjëherë nuk vjen puna ngushtë. Nuk do të thonë që në terren tondin edhe i ki 3700 shikues ose 3500 befasit, po loja mundet me u kry edhe ndryshe. Kështu që ne jemi sportistat e din këtë gjë që gjithçka mund ndodh. Ardet? Është një rast i veçantë, me thonë drejtin, një mbi 15 vite prej herës së fundit që klubi ynë është shkollë kampion, nëse nuk gabohem. Po edhe atëherë nuk ka rastisje të fitoj të dy titujt, edhe kupën edhe titullin. Konsideroj që gjithë lojtarët janë më shumë se sot vetëdijshëm për rëndësinë e këtij titulli, që këtë vit ta marrim edhe kupën edhe titullin. Gjithashtu edhe stafi teknik, edhe drejtori sportiv kanë bërë vlerësime, janë përgatitur, bordi ju ka qenë mbrapa, është reflektu, konsiderojmë që është rrit cilësia krahase me sezonin e kaluar për pak nuk kemi arrit, edhe pse këtë te jo patëm premtu që kena me i fitu 2 titull. E po uroj që këtë sezon ta marrim edhe titullin, besoj që pavarësisht punës të madhe që kanë bërë vetë lojtarë, sidomos ata më së shumti e meritojnë, po mbi të gjitha e meritojnë edhe Ferizaja, si që ta rikthejmë edhe titullin, edhe tifozët e tonë Ultrasoqit e meritojnë që ta rikthejmë titullin e Ferizaj. Në këtë formë ta mbajmë lartësinë dhe cilëtetin edhe handbollit në gjithë Kosovën, edhe të jemi vazhdimisht konkurrues, jo vetëm këtë sezon. Ju falenderoj të dy, faleminderit shumë për kohën. Nëse bën ndërnjëra diçka mos ju mes borxh edhe disa elemente, sinqerisht du me falenderu drejtorin e kulturës, rinjës dhe sportin Ferizaj Gazmend Bityqin, që ka gjetë gatishmërinë edhe na ka dalë krah në këtë organizim të kupës me gjitha forcat. E falenderoj nga zemra, sigurisht edhe kryetarin e komunës, sepse na ka mbështet, po uroj që të ketë vazhdimsi edhe dakordim në rregullimin e kushteve infrastrukturore, sidomos në këtë lëmi të sportit, sepse Ferizaj besoj që ka nevojë për gjëra të tilla. Edhe meriton. Besoj që dalën e afërt, pse jo Bill Clinton të jetë një arenë të apres edhe përfaqësuesen e Kosovës, sepse mendoj që Ferizaj është vend i duhur edhe besoj që ka me arrit me përkrah edhe përfaqësuesen tonë në mënyrë të njëjtë siç na përkrah neve. Ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit. Është kënaqësi me diskutu për handbollin edhe për ekipin e Kastriotit. Ju uroj shumë sukses vazhdim. Sigurisht ju urojmë sukses të gjitha ekipeve që marrin pjesë, po ju falenderoj shumë për kohën që keni ndonë për neve sonte me ardhmë tregu rrugtimin e skuadrës Kastriotit. Kënaqësia është edhe unë besoj. Faleminderit për ty, faleminderit Radio Dullagjinit, Radio Televizion Dullagjini. Po bëni shumë për sportin. Ju lumt, ju presum dyert janë të hapura në klubin ton kur të doni.
e janë sepse besoj që kem çka jap. Ja vlen valla, nuk kam provuar edhe vet. Shumë Faleminderit shumë. Shumë Faleminderit faleminderit. për hapësirën e.